Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me Doktor Michael Youssef. Për më shumë se një vit, Doktor Youssef ka përcjell tek ju mesazhe të mrekullueshme për rritjen tonë frymërore. Në çdo seri kemi mësuar se sa e rëndësishme është t'i afrohemi krijuesit të universit, që sot kërkon të banojë në zemrën tuaj. Seria që po prezantojmë tek ju na njeh me frytin e frymës. Hap pas hapi kemi mësuar se si ne si krishterë duhet të mbushemi me frymën e shenjtë të Perëndisë çdo ditë, në mënyrë që të japim frytin e frymës. Kemi parë nga afër frytin e dashurisë, gëzimit, paqes, durimit, mirëdashjes, mirësisë dhe bujarisë. Doktor Youssef na tregoi se sa e rëndësishme është kalojmë kohë me Perëndin, sepse armiku ynë, djalli, dëshiron të na shohë të pa shpresë dhe të dorëzuar. Prandaj mësuam se duhet bëjmë gjithçka për të mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë, që të mund të zhvillojmë frytin e mirësisë dhe bujarisë. Në programin tonë të sotëm, Doktor Youssef do të ndalet në një tjetër fryt të frymës, besnikërinë. Është një fjalë dalë jashtë modes sot, një fjalë nxjerrë thuajse nga qarkullimi. Besnikëria është një fjalë që përfashitet nga fjaloret tona. Njerëzit sot janë të përkushtuar më shumë ndaj lavdisë dhe kënaqësisë personale. Por edhe pse njohim pak kuptimin e vërtetë të saj, besnikëria mbetet zemra e gjithë ekzistencës njerëzore. Besnikëria është gjaku i jetës së gjithë marrëdhënieve. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. We are delighted that you have tuned in today to listen to this broadcast. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot në këtë program. If you are tuning in for the first time, we want you to know that we are in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit. Nëse na ndiqni për herë të parë, jemi në mes të serisë së mesazheve për frytin e frymës. And we will continue that today. Dhe ne do ta vazhdojmë atë edhe sot. And I want to begin by telling you something that somebody told me some years ago. Dhe dua ta nis me një thënie që dikush ma ka treguar disa vite më parë. Being trusted is greater compliment than being loved. Të jesh i besuar është një kompliment më i madh se sa të jesh i dashuruar. I want you to ponder this just for a few seconds. Dëshiroj të mendoni për këtë për pak çaste. This is very important. Kjo është shumë e rëndësishme. It took me a long time to really focus on this statement. Mu desh kohë që të fokusohesha vërtet në këtë pohim. Being trusted is greater compliment than being loved. Të jesh i besuar është një kompliment më i madh se sa të jesh i dashuruar. I don't need to tell you that trustworthiness has become a rare thing. Nuk është nevoja t'ju them se besueshmëria është gjë e rrallë. There was a time when a man's word was his bond. Ishte një kohë kur fjala e burrit ishte detyrim. There was a time when trustworthiness was more important than wealth or fame or popularity. Ishte një kohë kur besueshmëria ishte më e rëndësishme se pasuria, fama apo populariteti. There was a time when promise was a promise. Ishte një kohë kur premtimi ishte premtim. Faithfulness is such an old-fashioned word that it has been taken out of circulation. Besnikëria është një fjalë dalë jashtë mode që është nxjerrë nga qarkullimi. Faithfulness is a word that is fading away from our lexicons. Besnikëria është një fjalë që po fashitet nga fjaloret tona. As I look around, I see that the only commitment that seems to be on the increase is a commitment to political expedience. Ndërsa shoh rreth e qark, vëre se përkushtimi i vetëm që duket se është në rritje, është përkushtimi ndaj dobësisë politike. A commitment to personal gain. Një përkushtim ndaj fitimeve personale. The only commitment that seems to be on the increase is a commitment to personal glory. Përkushtimi i vetëm që duket se është në rritje është përkushtimi ndaj lavdisë personale. A commitment to personal gratification. Një përkushtim ndaj kënaqësisë personale. A commitment to making yourself look good. Një përkushtim për t'u dukur mirë. And I wonder even if the younger generation know the meaning of the word faithfulness. Dhe unë pyes veten nëse më i vogli i kësaj gjenerate e di kuptimin e fjalës besnikëri. Yet faithfulness is the heart of human existence. Sidoqoftë, besnikëria është zemra e gjithë ekzistencës njerëzore. Faithfulness is the lifeblood of all relationships. Besnikëria është gjaku i jetës së gjithë marrëdhënieve. Faithfulness keeps a family or a society from being disintegrated. Besnikëria ruan familjen dhe shoqërinë që të mos coptohen.
Faithfulness is a powerful word. Besnikëria është një fjalë e fuqishme. It is an important word. Ajo është një fjalë e rëndësishme. It is not surprising, therefore, that the Apostle Paul would include faithfulness in the list as part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5. Prandaj nuk është e habitshme që apostulli Paul do ta përfshinte besnikërinë në listë tek Galatasit kapitulli 5 si pjesë e frytit të frymës. Let us read verses 22 and 23 again to remind you. Për ta kujtuar, le të lexojmë sërish vargjet 22 dhe 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. In the Greek language, there is only one word for both faith and faithfulness. Në gjuhën greke ka vetëm një fjalë për besimin dhe besnikërinë. That word is sometimes translated as faith and other times translated as faithfulness. Kjo fjalë ndonjëherë përkthehet si besim dhe herë të tjera përkthehet si besnikëri. But it is one word in the Greek, and you can translate it either way. Por në greqisht është një fjalë dhe ju mund ta përktheni si të doni. Now, there's a good reason for this. Ka një arsye të fortë për këtë. The reason is this. Dhe arsyeja është kjo. Faithfulness stems from faith or trust. Besnikëria buron nga besimi. I have faith that when you make me a promise, you'll keep it. Kam besim se nëse më premtoni diçka, do ta mbani. Why? Pse? Because you are faithful or full of faith. Sepse ju jeni besnik ose plot me besim. I have faith that when you make a commitment, you will honor it. Kam besim se nëse përkushtoheni për diçka, do ta nderoni. Why? Pse? Because you are full of faith. Sepse ju jeni plot me besim. I have faith that you mean what you say and you say what you mean. Kam besim se ju e mendoni seriozisht atë që thoni dhe thoni atë që mendoni me të vërtet. Why? Pse? Because you are full of faith. Për shkak se ju jeni plot me besim. I want you to imagine what would happen if all of the doctors decide not to operate on the very sick patients. Unë dua ta imagjinoni se çdo të ndodh nëse gjithë doktorët vendosin të mos operojnë më pacientët e sëmurë rënd. Or what if the people who bake the bread did not open their stores? Ose çdo të ndodhte sikur bukpjekësit të mos hapnin dyqanet e tyre. Or you go to church and the preacher does not bother showing up. Ose shkoni në kishë dhe predikuesi as që mundohet të vi. But normally that doesn't happen. Por zakonisht kjo nuk ndodh. Why? Pse? Because you have faith that these faithful people are going to be there. Për shkak se ju keni besim se këta njerëz besnik do të jenë atje. Do you know what a hitchhiker is? A e dini se çfarë është një person që bën autostop? He is the person who tries to get a ride somewhere in somebody else's car. Ai është personi që përpiqet të shkojë diku në makinën e dikujt tjetër. The hitchhiker seemed to be saying, Personi që bën autostop duket se thot: you furnish the gas, the car, attend to the repairs of the upkeep of the car, you supply the insurance, and I'll ride with you. Ju furnizoni makinën, prisni të riparoni makinën, paguani sigurimet dhe unë do të udhëtoj me ju. But if you have an accident, I will sue you for damages. Por nëse pëson një aksident, do të padis për dëmet. It seems all one-sided, does it not? Gjithçka duket e njëanshme, apo jo? But have you thought of how many hitchhikers there are in many of an organization or institution? Por, a keni menduar ndonjëherë se sa shumë persona bëjnë autostop në një organizatë apo institucion? Have you thought about how many hitchhikers there are in the churches? A keni menduar se sa shumë persona që bëjnë autostop ka në kisha? Some church members seem to be saying, Disa antar kishash duket sikur thonë: you go to the meeting. Ju shkoni në takim. You serve in the various ministries. Ju ndihmoni në shërbesa të ndryshme. You do the paperwork. Ju keni punë me shkresat. You give generously. Ju jepni bujarisht. You go to prayer meeting. Ju shkoni në takimin e lutjes. And I'll just go for the ride. Dhe unë thjesht po dal për një xhiro. And if things don't suit my fancy, I will complain, criticize and grumble. Dhe nëse gjërat nuk i përshtaten fantazisë sime, unë do të qahem, do të kritikoj dhe do të shfryj nga inati. And probably get out and hitchhike with another group. Dhe ndoshta dilni jashtë për autostop me një grup tjetër. We are often like this young man who poured out his heart's devotion in a letter to his fiancée. Shpesh ne jemi si ky djalosh që derdhi për kushtimin e zemrës së tij në një letër për të fejuarën e tij. And he wrote the following. Dhe ai shkroi kështu. He said, darling, I would climb the highest mountains for you. Ai tha: E dashur, unë do të ngjisja malet më të larta për ty.
swim the widest streams for you, Do të lundroja në rrymat më të rrëmbyera për ty. cross the burning desert, Do të kapërceja shkretëtirën përvoluese. die at the stake for you. Do të vdisja në turrën e druve për ty. P.S. Shënim. I will see you on Saturday, Shihemi të shtunën, if it doesn't rain. në qoftë se nuk bie shi. Temporary faithfulness, Besnikëria e përkohshme, conditional faithfulness. besnikëria e kushtëzuar. Listening friends, I want you to understand what I'm trying to tell you. Dëgjues të dashur, dua të kuptoni atë që po përpiqem t'ju them. Faithfulness is closely tied in with the truth, Besnikëria është e lidhur ngushtë me të vërtetën, just as unfaithfulness is closely tied into lying. ashtu si jo besnikëria është e lidhur ngushtë me gënjeshtrën. That is why truth and faithfulness identify with God Himself. Ja pse e vërteta dhe besnikëria identifikohen me vetë Perëndin. In any institution, Në ndonjë institucion, or any society, ose në ndonjë shoqëri, or any home ose në ndonjë shtëpi, where God is rejected, ku Perëndia refuzohet, truth and faithfulness are diminished, e vërteta dhe besnikëria janë paksuar, and they are replaced by unfaithfulness and with expedience and with lying. dhe janë zëvendësuar nga jo besnikëria, nga interesi dhe gënjeshtra. When God is marginalized, truth and faithfulness are marginalized. Kur fjala dhe e vërteta e Perëndisë cungohet, atëherë edhe besnikëria dhe e vërteta cungohet. And they are replaced by unfaithfulness and lying. Dhe ato janë zëvendësuar nga jo besnikëria dhe gënjeshtra. In a society or a home, people will not trust one another. Në një shoqëri ose shtëpi, njerëzit nuk do të besojnë njëri tjetrin. In such society or home, people become suspicious of each other. Në një shoqëri të tillë apo shtëpi të tillë, njerëzit dyshojnë tek njëri tjetri. When trust is broken, society is broken. Shoqëria thyhet kur thyhet besimi. When faithfulness is missing, all relationships collapse. Kur mungon besnikëria, shemben gjithë marrëdhëniet. That is why the Bible emphasizes the faithfulness of God. Ja pse Bibla thekson besnikërinë e Perëndisë. If there is a thing that you can be sure of about God's faithfulness, it is this. Nëse ka diçka të sigurt për besnikërinë e Perëndisë, është kjo. God's faithfulness is not periphery or occasional. Besnikëria e Perëndisë nuk është anësore ose rastësore. God's faithfulness is not sporadic or whimsical. Besnikëria e Perëndisë nuk është sporadike apo kapriçoze. God's faithfulness is not only exercised when it is convenient for God. Besnikëria e Perëndisë nuk ushtrohet vetëm atëherë kur është e përshtatshme për Perëndin. God's faithfulness is not even dependent on our faithfulness. Besnikëria e Perëndisë nuk varet as nga besnikëria jon. Oh, but that's the kind of God we worship. Oh, por ky është Perëndia që adhurojmë. And as I told you in the last message, when you hang out with God, you are going to be like Him. Dhe siç ju thash në mesazhin e fundit, nëse rini me Perëndin, ju do të bëheni si ai. God's faithfulness is His very being. Besnikëria e Perëndisë është vetë qenia e tij. God's faithfulness is the combination of His power and love. Besnikëria e Perëndisë është kombinimi i pushtetit dhe dashurisë së tij. God's faithfulness cannot be hindered or stopped. Besnikëria e Perëndisë nuk mund të pengohet apo ndalohet. God's faithfulness cannot be contradicted or reversed. Besnikëria e Perëndisë nuk mund të kundërshtohet. But God's faithfulness also goes with God. Por besnikëria e Perëndisë shkon gjithashtu me Perëndin. When He is rejected, ignored, or marginalized, His faithfulness goes with Him. Kur ai refuzohet, injorohet apo cungohet, besnikëria e tij shkon me të. The scripture gives us an example of a nation who rejected, ignored, and marginalized God. Shkrimi na jep shembullin e një kombi që refuzoi, injoroi dhe cungoi Perëndin. And despite of many years of warnings, God finally withdrew. Dhe pavarësisht nga paralajmërimet shumë vjeçare, Perëndia më në fund u tërhoq. Let us read for you Amos chapter 8 verses 11 and 12. Le të lexojmë për ju Amosin kapitulli 8 vargu 11 dhe 12. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, gjatë të cilave unë do të dërgoj uri në vend. Jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit. Ata do të shkojnë duke u endur nga një det në tjetrin, nga veriu në lindje, do të rendin sa ndej dhe këtej në kërkim të fjalës së Zotit, por nuk do ta gjejnë. Kjo uri hetuese, përcëlluese, kjo uri e edhshme dhe përvuluese për fjalën e Perëndisë, u përhap në Izrael pasi ata braktisën dhe harruan Perëndin. It developed after they kept on ignoring God.
Ajo u përhap pasi ata vazhdonin të injoronin Perëndin. For 400 years, God was silent and only broke his throbbing isolation with the voice in the wilderness preaching the coming of the Messiah. Për 400 vjet, Perëndia qëndroi në heshtje, por e theu atë me zërin që thëriste në shkretëtir dhe predikonte ardhjen e Mesias. The Messiah who replaced Israel as a nation is the Lord Jesus Christ. Mesia që zëvendësoi Izraelin si komb është Zoti Jezus Krisht. When God called Abraham back in Genesis 12, he called him for one purpose. Kur Perëndia thirrji Abrahamin tek Zanafilla 12, ai e thirrji atë për një qëllim. God said, Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed. Perëndia tha: Abraham, tek ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. In Genesis 12, 1-3, Tek Zanafilla kapitulli 12 vargjet 1 deri në 3. here is what God is saying to Abraham. Ja se çfarë po I thot Perëndia Abrahamit. Abraham, I want somebody to tell the world about me. Abraham, unë dua që dikush t'i tregoj botës për mua. I want somebody to tell the pagans about me. Dua që dikush t'u tregoj paganëve për mua. And God chose Abraham and his descendants for one purpose and one purpose only. Dhe Perëndia zgjodhi Abrahamin dhe pasardhësit e tij vetëm dhe vetëm për një qëllim. And that was to carry the commission of making Yahweh known. Dhe ky qëllim ishte të përmbushte detyrën për ta bërë Jahuen të njohur. But instead, what did they do? Por në vend të kësaj, çfarë bën ata? They began to care about themselves. Ata filluan të kujdeseshin për veten. They began to care about their own needs. Ata filluan të kujdeseshin për nevojat e tyre. They began to worry about their own circumstances. Ata filluan të shqetësoheshin për rrethanat e tyre. And they were hoarding God. Dhe ata ishin duke lënë mënjan Perëndin. Not only would they not share him, they would not even worship him. Jo vetëm që nuk e ndan me të tjerët, por madje as nuk e adhuruan atë. And one day God said, enough is enough. Dhe një ditë Perëndia tha, mjaft do të thot mjaft. And through the Lord Jesus Christ, God took the commission out of Israel and gave his commission to Jesus. Dhe përmes Zotit Jezus Krisht, Perëndia I hoqi mandatin Izraelit dhe ia dha atë Jezusit. And Jesus gave it to the church, Dhe Jezusi ia dha atë kishës, which is the new Israel of God according to Galatians chapter 6. që është Izraeli I ri I Perëndis sipas Galatasve kapitulli 6. And God said to the church, now you make me known. Dhe Perëndia I tha kishës, tani më bëj të njohur. Now listen to the rest of the story. Tani dëgjoni pjesën tjetër të historisë. Because throughout history, when the church failed to obey God, God took that commission away from them. Sepse përgjatë historisë kur kisha dështonte së besuari Perëndin, ai u hiqte këtë mandat. God is not respecter of persons. Perëndia nuk është respektues njerëzish. God can and will take his commission from us also if we prove unfaithful. Perëndia mund dhe do ta marrë autorizimin nga ne nëse nuk tregojmë besnikëri. You may say to me, oh, that doesn't happen in the New Testament. Ju mund të thoni, "Oh, kjo nuk ndodh në Testamentin e Ri." Oh, yes. Oh, po. Listen to Revelation chapter 3, beginning at verse 14. Lexoni zbulesën kapitulli 3, duke nisur nga vargu 14. Dhe ëngjëlli të kishës në Laodice shkruaj: Këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe I vërtet, fillimi I krijesës së Perëndis. Unë njoh veprat e tua që ti nuk je as I ftohtë dhe as I ngrohtë. Do të doja të ishe I ftohtë ose I ngrohtë. Por mbasi je kështu I vakët dhe as I ftohtë dhe as I ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime, sepse ti thua, unë jam I pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqar dhe mjeran, I varfër, I verbër dhe I zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë arë të kulluar në zjarr që të bëhesh I pasur, edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi I lakurisisë sate, edhe vajos sytë e tu me kolir që të shohësh. Unë, të gjithë ata që I dua I qortoj dhe I ndëshkoj. Prandaj, I zellshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkmet dhe ai me mua. Kujt fiton, do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse dhe unë fitova dhe ula me atin tim mbi fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. I want you to remember this passage because I'm going to come back to it again in the next broadcast. Dua të mbani mend këtë pasazh sepse do t'i kthejmë sërish në programin e ardhshëm. But I'll take you back to the first century where there was a church just like modern church.
Por do t'ju çoj sërish në shekullin e parë kur ishte një kish ashtu si kisha moderne. As I study the scripture, probably there is no church as close to the modern church as the church of Laodicea in the book of Revelation. Ndërsa studioj shkrimin, vërej se nuk ka ndonjë kish tjetër që t'i afrohet aq shumë kishës moderne sa kisha e Laodices në librin e zbulesës. It is like many churches around the world. Ajo është si shumë kisha përreth botës. But we have run out of time on this broadcast. Por koha jon për këtë program ka mbaruar. Next time I want to describe to you the church of Laodicea in the book of Revelation. Herën e ardhshme dua t'ju përshkruaj kishën e Laodices në librin e zbulesës. Will you promise to tune in again? A premtoni se do të më ndiqni? Until next time, I wish you God's richest blessing. Atëherë deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Miqtë të dashur, kemi mbritur në fundin e programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na zbuloi sot se besnikëria është e lidhur ngushtë me të vërtetën. Jap se vërteta dhe besnikëria identifikohen me vetë Perëndin. Mësuam se në shoqëritë ku Perëndia refuzohet, e vërteta dhe besnikëria paksohen. Por lavdi Perëndis që besnikëria e tij nuk është rastësore, sporadike apo kapriçoze. Besnikëria e Perëndis është vetë qenia e tij, kombinimi i pushtetit dhe dashurisë së tij. Jap se jemi të thirrur të shfaqim besnikëri dhe nëse nuk e bëjmë, Perëndia do të marrë autorizimin që na ka dhënë. Në programin tonë të erësardhshëm do të ndalemi sërish tek besnikëria. Por doktor Jusef do të na ilustrojë se çfarë ndodh me një kish kur nuk shfaq besnikëri ndaj Perëndis. Ai do të shpjegojë me hollësi kishën e Laodices, që përshkruhet në librin e zbulesës. Kjo kish është një shembull i mirë për të ilustruar kishën moderne. Kisha e Laodices është një kish ku predikuesit predikojnë që t'i bëjnë njerëzit të ndjehen mirë. Një kish në dukje e suksesshme, por nuk është besnike ndaj Perëndis. Na ndiqni në programin tonë të erësardhshëm për të mësuar se besnikëria në gjërat e vogla do të përcaktojë dhe karakterin ton. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.